kjo, I qëndroj linjës për vetëm në arsye sepse para një muaji unë e deklarova që Belinda Balluku është thirrur në SPAK dhe kur ka dalë nga SPAK-u ka vajt direkt në zyrë avokatie të Bera Ekipi. E u tregoj dhe emrin, më thënë se ku ka vajt. Dhe një person I cili del nga SPAK-u dhe I drejtohet zyrës avokatisë, patjetër që ka një përqendrim penal, se kot nuk mund të shkosh te avokati, kuptojmë drejt. Aferat e Belinda Ballukut janë shumëta, por kjo nuk është problemi te afera e Belinda Ballukut si Belin. Duhet kuptojmë një gjë, kjo është një goditje që I bëhet Ramës, pasi Rama tashmë është në shënjesë të SPAK-ut, por jo të SPAK-ut siç e gjykojnë shumë, sidomos politikanët që quhen një SPAK të kapur nga Rama, një SPAK të bërë, duhet I shohësh gjërat në kronologjinë e tyre. Për shembull, kur erdhi puna e grupeve kriminale, mos harroni se zonja Linz ka qenë në prokurori në SPAK dhe 2 ditë pas atyre ndodhen arrestimet e këtyre grupeve. Por vajte Dumanit në Amerikë, ku unë ju thash në atë kohë deklarova që vajte Dumanit në Amerikë nuk është se Dumani vajti për festat, vajti për të marrë dekoratë. Dumani vajti për dhënë llogari jo vetëm vetë si Duman, por vajti për dhënë llogari për institucionin që ai kishte. Por duke u nisur dhe nga ajo çfarë Trump deklaroi, luftën kundër Sorosit, krimit të organizuar dhe drogës. Patjetër që Shqipëria ishte një ndër vendet, sepse Shqipëria është kthyer në një çerve të Sorosit, është kthyer në një vend ku në 3 vitet e fundit, minimalisht 3 vitet e fundit, raportet e Departamentit të Shtetit apo dhe të Europës e nxjerrin Shqipërinë në vend të parë. Një nga arsyet e tjera është edhe deklarimi në OKB, hera parë që ndodhi në OKB, kryeministra e Meksikës deklaroi që kartelet e drogës dhe të krimit janë tashmë në nivele më të larta. Komandojnë jo vetëm drogën, por komandojnë edhe krimin. Kështu që patjetër që do kishte një reagim për sa I përket të gjithë këtyre raporteve dhe të gjithë ndodhive që kanë ndodhur. Aq më tepër që ndoshta këtu u shpejtu pak më tepër, qoftë me tallin që ky I bëri presidenti Trump me Macronin në mbledhjen e natës, qoftë edhe me këtë deklaratë që bëri, ironi që bëri në Angli pikërisht për Trumpin, përsëri për Trumpin. Pra, ky kërkon të bëj një kashillik, themi, Amerikës. Po kërkon sherr në gjuhën popullore. Kërkon, unë ja kam thënë që ky është caktuar nga Kabala dhe nga Sorosi, ky është caktuar personi I cili do bëj ato deklaratat që do Sorosi, apo Kabala ka shit Trumpin pasi ai nuk I bën dot vetë, patjetër do të dalë dikush tjetër. Mirë, po dosja me Konigan, e cila shumë është përfolur, por po ta vesh re, është hera parë në historinë e Amerikës një dosje nga Departamenti I Shtetit botohet pa vajtur në gjykatë. Vetëm se është hetima ajo botohet në faqe zyrtare dhe jo në një raport të thjeshtë. Dhe kështu që këta e morën pak si me të qeshur atë pjesën e Dumanit. Kur unë thash për shembull që Dumani vaj jo vetëm që vajti në Amerikë, vajeri dhe me dosje nga Amerika dhe I shoqëruar me një FBI-s. Tashmë SPAK-u nuk është thjesht SPAK. SPAK-u është në një bashkëpunim të ngushtë, qoftë me DEA, qoftë edhe me FBI-n. Kështu që këto janë ato pastrimet që po bëjnë dhe thirrja e Belindës dhe Belinda, se këtu është gjithë bukuria e kësaj e lajmit, domethënë. Zakonisht thirret personi, I thohet akuzë dhe I thotë radhës tjetër duhet vish me avokat. E kupton? Nëse Belinda nuk ka qenë fare, Belinda ka 1 muaj që ka qenë SPAK. Unë ja u thash. Kur ka dalë nga SPAK-u ka dalë pas dite, nuk ka qenë para dite. Lajmi nuk e bën këta. Dhe asaj u tha që duhet vish me avokat. Thirrja është thjesht që duhet vish filan, I kanë caktuar datën se kur do vi me avokatin. Por jo se ishte gjë e papritur. Kjo është goditje që po japi Ramës tashmë një nga një. Do të japi hesap për të gjitha dhe ky nuk mund thotë më që Belinda Balluku ka hangër kumbulla, si që ka zakon që thot ka hangër kumbulla pas meje.
pas krave të mi, sepse ky ka qenë në gjithë inaugurimet, në gjithë gjërat ka qenë prezent. Qoftë tuneli, qoftë aeroporti, qoftë rrugët, qoftë domethënë çdo gjë ky e ka pa, qoftë keshi, si mos shifni se i ka vajt edhe keshit, ajo që unë e pata deklaruar në atë kohë Rama si një turbin punë për ty, e morën me qeshur ta. Por mos harroni se sot keshit janë bllokuar telefonat, janë bërë sekuestrime, janë bërë kontrolle nëpër banesa. Po pikërisht tek kjo